Një tjetër qasje për gjetjen e ideve të qëndrueshme të biznesit është identifikimi i sfidave mjedisorë dhe gjetja e zgjidhjeve novatore për t'i adresuar ato. Kërkoni për probleme ose jo efikasitet në industritë ekzistuese që kontribojnë në degradimin e mjedisit dhe gjeni mënyra për të ofruar alternativa më të mira të qëndrueshme. Për shembull, mbetjet plastike janë një problem i rëndësishëm mjedisor. Për të trajtuar këtë çështje, mund të konsideroni fillimin e një biznesi që fokusohet në prodhimin e materialeve të paketimit të biodegradueshëm ose ofrimin e alternativave me zero mbetje. Vlerësoni aftësitë dhe burimet tuaja. Vlerësoni aftësitë tuaja, ekspertizën dhe burimet e disponueshme. Identifikoni zonat ku keni një avantazh konkurrues ose një propozim unik shitjeje. Për shembull, nëse keni një përvojë në bujqësi të qëndrueshme, mund të filloni një biznes që ofron shërbime konsulence për bujqësinë organike. Vlerësimi i aftësive dhe burimeve tuaja do t'ju ndihmojë që të kufizoni mundësitë e gjelbërta të biznesit që përputhen me pikat tuaja të forta. Hapi i parë në identifikimin e idesë së duhur të biznesit të gjelbër është të vlerësoni interesat dhe aftësitë tuaja personale. Mendoni se për çfarë jeni të apasionuar dhe për çfarë shkëlqeni. Për shembull, nëse keni një përvojë në energjinë e rinovueshme dhe jeni të apasionuar pas gjetjes së zgjidhjeve të qëndrueshme për sektorin e transportit, mund të konsideroni fillimin e një biznesi të stacionit të karikimit të automjeteve elektrike. Sipërmarrësit e gjelbër mund të realizojnë çdo veprimtari biznesi, do të ketë efekte në mjedis dhe shoqëri për shkak të përdorimit të burimeve, gjenerimit të mbetjeve dhe ofrimit të mallarave dhe shërbimeve. Pasoja, ciladoqoftë aktiviteti i biznesit është, do të ketë ndikim në shoqëri dhe në mjedis, dhe në këmbim çdo gjë që ndodh në sferat sociale dhe mjedisore do të ndikojnë në aktivitetet e biznesit. Duke marrë parasysh tre dimensionet, ekonomi, mjedisin dhe shoqëria, do t'i japë një biznesi mundësia më e mirë për të arritur sukses në afatgjatë. Duke u kthyer në sfidat mjedisore në mundësitë e biznesit, një tjetër qasje për gjetjen e ideve të qëndrueshme të biznesit është identifikimi i sfidave mjedisore dhe gjetja e zgjidhjeve novatore për t'i adresuar ato. Kërkoni për probleme ose jo efikasitet në industritë ekzistuese që kontribojnë në degradimin e mjedisit dhe gjeni mënyra për të ofruar alternativa më të qëndrueshme. Sipërmarrësit e gjelbër kanë mundësinë t'i kthejnë sfidat mjedisore në një biznes të shëndosh ekonomikisht. Kjo kërkon që ata t'i hedhin këto sfida në nevojat e mundshme dhe kërkesat e tregut. Për shembull, mbetjet plastike janë një problem i rëndësishëm mjedisor. Për të trajtuar këtë çështje mund të konsideroni fillimin e një biznesi që fokusohet në prodhimin e materialeve të paketimit të biodegradueshëm ose ofrimin e alternativave me zero mbetje. Identifikimi i mundësive të biznesit të gjelbër kërkon një kombinim të kërkimit, kreativitetit dhe një kuptim të thellë të parimeve të qëndrueshmërisë. Duke përdorur këto njohuri dhe duke eksploruar shembujt e dhënë, ju mund ta poziciononi biznesin tuaj në sukses në ekonominë e gjelbër në rritje. Kërkim tregu. Kryeni një hulumtim të plotë të tregut për të identifikuar tendencat në zhvillim dhe kërkesat e konsumatorëve në industrinë e gjelbër. Kjo do t'ju mundsojë të kuptoni nevojat dhe preferencat e audiencës tuaj të synuar dhe të identifikoni boshllëqet e mundshme në treg. Për të kuptuar tendencat aktuale, kërkoni dhe për të kuptuar të gjithë kuadrin e trendit të gjelbër në fusha të ndryshme të industrive dhe duke u përditësuar do gjeni tendenca të reja në teknologji. Hapi i parë në kërkimin dhe identifikimin e mundësive të biznesit të gjelbër është të kuptojmë kërkesën për produkte dhe shërbime të qëndrueshme. Kështu, të kryeni kërkime tregu për të identifikuar tendencat dhe preferencat e konsumatorëve në industrinë e gjelbër. Kërkoni për zona ku ka një kërkesë në rritje, por ofertë të kufizuar të zgjidhjeve miqësore me mjedisin. Për shembull, kërkoni për sektor që po përjetojnë rritje dhe ka një kërkesë të lartë për produkte ose shërbime të qëndrueshme. Për shembull, me rritjen e ndërgjegjësimit për ndotjen plastike, me fokusin në rritje në reduktimin e mbetjeve plastike, ka një kërkesë të lartë për materiale alternative paketimi si paketimet e biodegradueshme ose të kompostueshme. Pra, krijimi një kompanie paketimi me mbetje zero mund të jetë një fytyrë timpruese edhe për mjedisin, ide miqësore të biznesit. Është thelbësore të kuptoni tregun tuaj të synuar dhe nevojat dhe preferencat
tyre specifike, klientët tuaj të mundshëm dhe sjelljet e tyre blerëse. Kjo do t'ju ndihmojë të përshtatni idenë tuaj të biznesit të gjelbër për të përmbushur kërkesat e tyre. Për shembull, nëse tregu juaj i synuar përbohet nga konsumator të ndërgjegjshëm për shëndetin, të cilët kanë prioritet ushqimin organik dhe me burim lokal, fillimi një ferme organike ose një restoran nga ferma natyreze mund të jetë një sipërmarrje fitimprurse. Siç u shpjegua më parë, në procesin e sipërmarrjes është në fazën e vëzhgimit se origjina e jashtme e projektit zën rënjë, që do thotë jo vetëm mjeditor dhe social, sfida që kërkojnë veprim, por edhe nevojat e paplotësuar të klientëve të mundshëm. Ato përfaqësojnë një mundësi tregu, sipërmarrësi mund të zbulojë dhe të adresojë nëse kontributi për një mjedis më të shëndetshëm dhe një shoqëri më të drejtë përbëjnë misionin e biznesit tonë, klientët janë ingrenazhet që bëjnë rrotullimin e motorit të tij ekonomik. Në këtë fazë, ju mund të mblidhni informacion paraprak rreth trendeve dhe nevojave të tregqeve, dhe nëse është e mundur, nevojat e shprehuara nga perspektiva tuaja. Mos bëni një tregq gjithëpërfshirës anketë. Një analizë më e plotë do të bëhet më vonë. Identifikoni mangësitë në treg. Pasi të keni një kuptim të qartë të kërkesës, identifikoni boshllëqet në treg ku ka nevoja të paplotësuara ose segmente të pashërbyera. Bizneset e suksesshme shpesh adresojnë ose zgjidhin një problem në treg. Merrni kohë për të identifikuar sfidat ose çështjet kryesore në industrinë e gjelbër që mund të adresohen përmes zgjidhjeve inovatore. Ky mund të jetë një treg i veçantë ose një sektor i pashfrytzuar i industrisë. Për shembull, nëse vëreni mungesë të produkteve pastrimi të përballueshme dhe miqësore me mjedisin në zonën tuaj lokale, mund të zhvilloni një linjë produktesh pastrimi natyral që janë dhe efektiv dhe të qëndrueshëm. Një shembull tjetër, industria e automjeteve elektrike po lulëzon, por ka mungesë të infrastrukturës së karikimit në shumë fusha. Kjo paraqet një mundësi për të filluar një biznes që fokusohet në ndërtimin dhe funksionimin e stacioneve të karikimit. Vlerësoni konkurrentët tuaj nga identifikimi i bizneseve ekzistuese që ofrojnë produkte ose shërbime të ngjashme dhe analizimi i pikave të forta dhe të dobta të tyre. Kjo do t'ju mundsojë të dalloni biznesin tuaj dhe të zhvilloni një propozim unik shitjeje. Për shembull, nëse tashmë ka disa marka të veshjeve miqësore me mjedisin në treg, ju mund të dalloni biznesin tuaj duke u fokusuar në praktikat e prodhimit të tregtisë të qëndrueshme dhe të ndershme. Vlerësimi i qëndrueshmërisë financiare. Së fundmi, përpara se të zhyteni në ndonjë mundësi biznesi të gjelbër, kryeni një analizë të plotë financiare për të vlerësuar qëndrueshmërinë e tij. Merrni parasysh koston e fillimit, shpenzimet e vazhdueshme, rrjetet e mundshme të ardhurave dhe kthimin nga investimi. Kërkoni mundësi që jo vetëm përputhen me pasionin tuaj për përqendrueshmëri, por gjithashtu ka një potencial të fortë për përfitim. Për shembull, një kompani e produkteve të pastrimit të gjelbër që ofron alternativa të përballueshme dhe efektive ndaj produkteve konvencionale të pastrimit mund të ketë një shans më të lartë për sukses. Merrni parasysh shkallëzueshmërinë dhe qëndrueshmërinë afatgjatë. Kur vlerësoni idetë e biznesit të gjelbër, është e rëndësishme të merrni parasysh shkallëzueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre afatgjatë. Kërkoni ide që kanë potencial për rritje dhe mund të mbahen me kalimin e kohës. Për shembull, krijimi i një firme konsulente për energjinë e rinovueshme mund të ofrojë qëndrueshmëri afatgjatë, pasi kërkesa për zgjidhje të energjisë së pastër vazhdon të rritet. Duke ndjekur këto hapa dhe duke kryer një kërkim të plotë, ju mund të identifikoni dhe shfrytëzoni mundësitë e biznesit të gjelbër që përputhen me pasionin tuaj për qëndrueshmëri, duke qenë gjithashtu financiarisht i qëndrueshëm. Mos harroni të qenit një sipërmarrës i suksesshëm i gjelbër, kërkoni një kombinim të njohurive të tregut, inovacionit dhe një angazhim të vërtet për të bërë një ndikim pozitiv në mjedis. Energjia e rinovueshme është një industri me rritje të shpejtë dhe një shtytës kryesor në tranzicionin drejt një ekonomie më të gjelbër. Eksplorimi i ideve të qëndrueshme të biznesit në sektorin e energjisë së rinovueshme mund të jetë shumë shpërblyes si financiarisht ashtu edhe mjedisor. Bizneset e instalimit dhe mirëmbajtjes së paneleve diellore, për shembull, janë në kërkesë të lartë pasi më shumë njerëz kërkojnë të reduktojnë varësinë e tyre nga karburantet fosile. Ide të tjera për energjinë e rinovueshme përfshin instalimin e turbinave me erë, këshillimin e energjisë apo edhe zhvillimin e zgjidhjeve inovatore të ruajtjes së energjisë. Investoni në energji diellore. Një nga format më të njohura të energjisë së rinovueshme është energjia diellore. Duke instaluar panele diellore në ambientet e bizneseve tuaja, ju mund të shfrytëzoni fuqinë e diellit për të prodhuar energji elektrike. Energjia diellore është e pastër, e bollshme dhe e qëndrueshme, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për sipërmarrësit e ndërgjegjshëm për mjedisin.
Për shembull, le të themi se zotëroni një kafe të vogël, duke instaluar panele diellore në çatin tuaj, ju mund të gjeneroni mjaftueshëm energji elektrike për të fuqisuar dritat, sistemet e ftohjes dhe pajisjet e tyre elektrike. Kjo jo vetëm që do zvogëloj gjurmën tuaj të karbonit, por gjithashtu do të ulë ndjeshëm faturat tuaja të energjisë në afatgjatë. Zbatimi i ndriçimit me efikasitet energjetik. Një mënyrë tjetër efektive për të përqafuar energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë është përmirësimi në sistemet e ndriçimit me efikasitet energjetik. Llampat incandescente tradicionale konsumojnë shumë energji elektrike dhe kanë një gjatësi të shkurtër. Nga ana tjetër, llampat LED, diod që lëshojnë dritë, janë me efikasitet energjie të qëndrueshme dhe kanë një gjatësi më të gjatë. Merrni parasysh zëvendësimin e gjitha llampave konvencionale në biznesin tuaj me llampa LED. Ndriçimi LED jo vetëm që redukton konsumin tuaj të energjisë, por gjithashtu siguron cilësi superiore të ndriçimit. Për më tepër, llampat LED prodhojnë më pak nxehtësi, duke reduktuar vendosjen në sistemet tuaja të ajrit të kondicionuar gjatë muajve të nxehtë të verës. Optimizoni sistemet e ngrohjes dhe ftohjes. Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të konsumimit të energjisë së një biznesi. Duke optimizuar këto sistemi, ju mund të reduktoni përdorimin tuaj të energjisë dhe të përmirësoni efikasitetin e përgjithshëm. Ja një shembull se si mund të arrini këtë. Le të themi se ju zotëroni një dyqan me pakesë, duke instaluar një termostat të programueshëm, mund të vendosni oraret e temperaturës bazuar në orët e punës. Në këtë mënyrë ju mund të siguroheni që sistemet tuaja të ngrohjes ose ftohjes janë aktive vetëm kur është e nevojshme, duke reduktuar humbjen e energjisë. Për më tepër, izolimi i dur dhe mirëmbajtja e rregullt e sistemeve tuaja, ngrohjeve të lim dhe ajër të kondicionuar, mund të rrismotej efikasitetin e tyre të energjisë. Përdorni sistemet të monitorimit dhe menaxhimit të energjisë për të kuptuar më të vërtet modelet tuaja të konsumimit të energjisë dhe për të identifikuar fushat e përmirësimit. Merrni parasysh zbatimin e sistemeve të monitorimit dhe menaxhimit të energjisë. Këto sisteme ofrojnë të dhëna reale për përdorimin tuaj të energjisë, duke ju lejuar të merrni vendime të informuara në lidhje me efikasitetin e energjisë. Për shembull, duke përdorur softwarin e monitorimit të energjisë, mund të identifikoni se cilat pajisje ose pajisje konsumojnë më shumë energji. Të pajisur me këtë informacion, mund të ndërmerrni hapa për të optimizuar përdorimin e tyre ose të konsideroni zëvendësimin e tyre me alternativa më efikase për energjinë. Bashkëpunoni me ofruesit e energjisë së rinovueshme. Nëse investimi në infrastrukturën e energjisë së rinovueshme nuk është i realizueshëm për biznesin tuaj, merrni parasysh partneritetin me ofruesit e energjisë së rinovueshme. Shumë kompani energjetike ofrojnë opsione të energjisë së gjelbër, kur një pjesë ose e gjithë energjia elektrike që konsumoni vjen nga burime të rinovueshme. Duke bashkëpunuar me ofrues të tillë, ju mund të mbështesni rritjen e energjisë së rinovueshme dhe të zvogëloni gjurmën tuaj të karbonit pa pasur nevojë për investime të mëdha paraprake. Ky partneritet mund të jetë gjithashtu një mjet i vlefshëm marketingu, pasi konsumatorët gjatë një e më shumë u japin përparësi bizneseve që janë të ndërgjegjshëm për mjedisin. Përqafimi i energjisë së rinovueshme dhe efektiviteti i energjisë nuk është i dobishëm vetëm për mjedisin, por edhe për vlerën tuaj përfundimtare. Duke adoptuar këtë praktikë, ju mund të reduktoni koston tuaj të energjisë, të përmirësoni reputacionin e markës tuaj dhe të kontribuoni për një të ardhme të qëndrueshme. Industritë e modës dhe bukurisë janë më të njohura për ndikimin e tyre negativ në mjedis. Megjithatë, ka një kërkesë në rritje për alternativa të qëndrueshme dhe etike në këtë sektor. Nga markat e veshjeve miqësore me mjedisin tek produktet organike të kujdesit të lëkurës, ka mundësi të shumta për të ndërtuar një biznes të gjelbër në këtë hapësirë. Për shembull, mund të filloni një linjë qëndrueshme veshjes që përdor materiale organike të ricikluara ose të riciklueshme. Përndryshe, mund të konsideroni krijimin e një linje produktesh bukurie natyrale dhe pa kimikate. Ruajtja e ujtit. 70% trënditës e ujrave të ëmbla të tokës përdoret për bujqësi. Në vend të ujitjes konvencionale, ujitja me pika dhe ripërdorimi i ujrave të zeza janë shumë më të qëndrueshme. Shpërndarja e qëndrueshme mund të bëhet thjesht duke reduktuar distancën që duhet të udhëtojë ushqimi juaj. Duke synuar furnizimin në nivel lokal ose paktën në nivel kombëtar, kjo zvogëlon kilometrat dhe rrjedhimisht konsumimin e karburanteve
fosile. Nëse dorëzimi në vend nuk është i mundur, përpiquni të shfrytëzoni karburantet dhe automjetet me të gjelbra. Investimi në paketim të qëndrueshëm, kjo mund të jetë çdo gjë që nga ripërdorimi i materialeve të vjetra për të bërë paketim të ri ose duke bërë paketim nga materiale të kompostueshme ose të riciklueshme. Përdorimi i proceseve që përqendrohen në parandalimin e mbetjeve, të tilla si ripërpunimi i produkteve që janë të sigurta për konsumim njerëzor ose ridrejtimi i ushqimeve që nuk mund të shiten, i organizatave bamirësie. Hierarkia e mbetjeve ushqimore është një model i mirë se si të reduktohen mbetjet që shkojnë në landfill. Përveç kësaj, shumë strategji të ekodizajnit mund të ketë gjithashtu një efekt të jashtëzakonshëm, efekt në efikasitetin e përgjithshëm të prodhimit të produktit dhe shpërndarjen, duke ulur kështu koston e prodhimit dhe çmimin për përdoruesin përfundimtar, ndërkohë që ka një mjedis pozitiv më të lartë si efekt. Si shembull, le të imagjinojmë dorëzimin e kamionit të rënd karrige, secila prej tyre ruhet në një kuti kartone. Nëse paketimi i karrigeve përmirësohet për shembull duke hequr një kuti karton dhe duke i vendosur ato njëra mbi tjetrën, kamioni mund të transportonte 30% karrige më shumë. Me këtë strategji, kostot e transportit dhe ndojtja e ajrit mund të reduktohen. Meqense ekodizajn ka të bëjë me adoptimin e një pamje gjithëpërfshirëse të cikli i jetës së produktit, prandaj çon në konsiderat të reja inovative, qasjet e bizneset që synojnë reduktimin e ndikimit të përgjithshëm në modelet të prodhimit dhe konsumit. Ndërto, qarkorja dhe ekonomia bashkëpunuese po fiton për rëndësi dhe modelet e reja të biznesit po dalin nga kjo paradigmë dhe e re në ekonominë e ndarjes. Kjo konsiston në lëvizje nga një ekonomi e pronësie e njërit për funksioneve të shërbimit. Për shembull, një supermarket jeshil mund të krijojë një biznes me goma kamioni me qira në vend kësaj të shitësit të gomave, ose një kompani inxhinerike që do të paguhen në raport me kursimet reale të energjisë fal konsulencës së saj të shërbimeve në vend të shitjes së pajisjeve efikase. Identifikimi i mundësive për reduktimin e mbetjeve dhe efikasitetin e burimeve. Hapi i parë në përfshirjen e parimeve të ekonomisë rrethore në modelin tuaj të biznesit është të identifikoni mundësitë për reduktimin e mbetjeve dhe efikasitetin e burimeve. Kjo përfshin analizimin e proceseve dhe operacioneve tuaja ekzistuese për të përcaktuar se ku materialet përshpërdoren ose përdoren në mënyrë jo efikase. Për shembull, një prodhues veshjes mund të zvogëlojë mbreturinë duke zbatuar një program kthimi për veshjet e vjetra ose të papërdorura. Këto veshje mund të riciklohen në produkte të reja duke reduktuar nevojën për materiale të virgjëra. Për më tepër, prodhuesi mund të optimizojë proceset e tij të prodhimit për të minimizuar mbetjet e rropave dhe përdorimin e ujit. Përqafoni zgjatjen e jetës së produktit. Një nga parimet kryesore të ekonomisë rrethore është zgjatja e jetës së produkteve dhe materialeve për aq kohë sa të jetë e mundur. Kjo mund të arrihet përmes strategjive të ndryshme të tilla si riparimi, rinovimi dhe riprodhimi. Merrni si shembull industrinë e elektronikës. Në vend që të inkurajojë klientët që vazhdimisht përmirësohen me modelet më të fundit, një qasje e ekonomisë rrethore do të përfshinte ofrimin e shërbimeve të riparimit për pajisjet elektronike. Kjo jo vetëm redukton mbetjet elektronike, por gjithashtu krijon rrudha të reja të ardhurash për biznesin. Projektim për çmontim dhe riciklim. Kur zhvilloni produkte të reja, është e rëndësishme të dizajnoni ato duke pasur parasysh çmontimin dhe riciklimin. Kjo nënkupton përdorimin e materialeve që mund të ndahen dhe riciklohen lehtësisht në fund të ciklit të tyre jetësor. Një prodhues mobiljes për shembull mund të projektojë produktet e tij duke përdorur komponent modular që mund të çmontohen lehtësisht. Kjo lejon riparimin më të lehtë, zëvendësimin e pjesëve të konsumuara dhe riciklimin e materialeve. Duke marrë parasysh fazën e fundit të jetës gjatë procesit të projektimit, bizneset mund të sigurojnë që produktet e tyre të jenë më të qëndrueshme dhe kontribojnë në një ekonomi rrethore. Ndarja e ekonomisë është një aspekt kyç i ekonomisë rrethore. Bizneset mund të eksplorojnë modele biznesi bashkëpunuese që promovojnë ndarjen dhe ripërdorimin e burimeve, të tilla si platforma e ndarjes së produkteve ose hapësirat e bashkëpunimit. Për shembull, një platformë marrjes me qira të mjeteve mund të mundsojë individëve dhe bizneseve të marrin hua mjetet që u nevojiten për një projekt specifik, në vend që t'i mbledhin ato plotësisht.
poshtë. Kjo redukton kërkesën për mjete të reja dhe promovon ndarjen e burimeve brenda komunitetit. Ekonomia e ndarjes është një koncept që promovon përdorimin efikas të burimeve përmes ndarjes, marrjes me qira dhe huamarrjes në vend të pronësisë individuale. Ky model biznesi përputhet mirë me parimet e qëndrueshmërisë. Mendoni se si mund të përdorni ekonominë e ndarjes për të ofruar zgjidhje të qëndrueshme. Për shembull, mund të filloni një shërbim të ndarjes të makinave që inkurojnë njerëzit të ndajnë udhëtimet dhe të zvogëlojnë gjurmët e tyre të karbonit. Përndryshe, mund të krijoni një platformë për ndarjen e mjeteve, pajisjeve apo edhe hapësirave të papërdorura, duke promovuar efikasitetin e burimeve dhe duke reduktuar mbeturinat. Si përfundim, identifikimi i ideve të qëndrueshme të biznesit kërkon një kombinim të kërkimit të tregut, ndërgjegjësimin mjedisor dhe mendimit inovativ. Duke kuptuar tendencat e tregut, duke adresuar sfidat mjedisore, duke eksploruar zgjidhjet e energjisë rinovueshme, duke u thelluar në modën dhe bukurinë e qëndrueshme dhe duke përqafuar ekonominë e përbashkut, ju mund të gjeni mundësi për të ndërtuar një biznes të gjelbër që përputhet me pasionin tuaj për qëndrueshmëri. Mund të jenë 3 forma të inovacionit, të cilat mund të kontribuojnë në ndryshim të gjithë sektorëve ekonomik në mënyrë progresive. Inovacioni i procesit ka të bëjë me çdo risi që ndodh në proceset e prodhimit, që zakonisht rezultojnë me përfitime dhe një rritje të efikasitetit të prodhimit dhe ju duke ndikuar domosdoshmërisht në karakteristikat e produktit. Proceset më të pastra të prodhimit janë shëmbët e inovacionit të procesit, për shembull, efikasin në prodhimin e makinave për të reduktuar materialin e konsumit dhe mbetjet gjatë prodhimit. Inovacioni i produktit bëhet fjalë për ndryshime në konceptim dhe karakteristikat e produkteve dhe shërbimeve, për shembull dizajni për çmontimin e makinave, kështu që përbërësit e tyre mund të riciklohen dhe ripërdoren, ose dizajni një makine të re elektrike. Dhe inovacioni i sistemit bëhet fjalë për ndryshime në një nivel më të gjerë, duke përfshirë risit në modelin e biznesit në nivel ose në model të konsumit, qëndrimet, sjelljet e tjera. Një shembull inovacion të sistemit mund të jenë ndryshimet në llojin e shërbimeve të disa modeleve të biznesit, duke ndryshuar nga oferta produkte për ofrim në shërbimeve. Një shembull mund të jetë zhvillimi i një makine, biçiklete, sistemi i ndarjes, i cili nuk kupton ndryshime në mënyrën se si ofrohet propozimi i vlerës, lëvizshmëria dhe si sillen dhe ndërveprojnë klientët me biznesin. Ndiqni tendencat e industrisë, kuptimi qëndron të përditësuar me tendencat më të fundit të industrisë dhe risit në qëndrueshmëri. Kjo do të ndihmojë të identifikoni mundësitë në zhvillim përpara se ato të bëhen të zakonshme. Për shembull, interesi në rritje për energjinë e rinovueshme ka çuar në përparime në teknologjinë e paneleve diellore. Mbajtja e gjurmëve të tendencave të cilat mund t'ju ndihmojnë të dalloni mundësitë për të rifilluar një biznes në sektorin e energjisë rinovueshme, të tilla si instalimi i paneleve diellore ose konsultimi për energjinë diellore. Angazhohuni me individ, organizata dhe ekspertë të industrisë me të njëjtin mendim për të fituar njohuri dhe për të identifikuar mundësitë e mundshme të biznesit të gjelbër. Merrni pjesë në konferenca, seminare dhe ngjarje të rrjeteve për t'u lidhur me profesionistë në këtë fushë dhe për të qëndruar të përditësuar mbi zhvillimet më të fundit. Rrjedhimi me individ dhe organizata me të njëjtin mendim në industrinë e gjelbër mund të hapë dyert për mundësi të reja. Merrni pjesë në konferenca, seminare dhe shfaqje të industrisë për t'u lidhur me partner, furnitor ose klient të mundshëm. Bashkëpunimi me sipërmarrës të tjerë të gjelbër mund t'ju ndihmojë gjithashtu të identifikoni mundësitë e sipërmarrjes së përbashkët ose të eksploroni tregje të reja së bashku. Për shembull, një markë e qëndrueshme e modës mund të bashkëpunojë me një prodhues tekstili miqësor dhe mjedisi për të krijuar një linjë produktesh unike. Për sipërmarrësit e gjelbër, palët e interesuar janë të rëndësishme pasi ata marrin vlerë mjedisore nga biznesi që është duke u krijuar. Për këtë arsye mund të jetë me interes përfshirja e tyre në biznes në mënyrë që ata të kontribuojnë në suksesin e tij. Përveç kësaj, marrëdhëniet ndërmjet kompanive dhe palëve të interesuar po ndryshojnë në mënyrë progresive. Konsumatorët, si dhe palët e tjera të interesuara mund të vendosen në thelb të bashkëpunimit të një procesi me kompaninë. Ata mund të bashkëpunojnë vetë. Për shembull, një kompani e re që mbledh vaj gatimi mund të zhvillojë së bashku me restorantët, klientët e saj, më të mirë rezervuari i magazinimit që do të jetë më i përshtatshëm për të dy, në terma të kapacitetit, të peshës, të hapësirës së magazinimit, si dhe normave të grumbullimit.
Iniciativat dhe stimujt e qeverisë. Qëndron të informuar për iniciativat, politikat dhe stimujt e qeverisë që mbështesin bizneset e gjelbra. Këto mund të përfshin kredita timore, grante dhe subvencione për praktikat miqësore me mjedisit. Përfitohen nga këto mundësi për të ulur kostet dhe për të fituar një avantazh konkurrues. Qeverit në mbar botën po mbështesin dhe stimulojnë që të jenë më shumë iniciativat e gjelbër. Ata njihuni me politikat lokale, rajonale dhe kombëtare, grantet dhe stimujt tatimor që promovojnë qëndrueshmërinë. Për shembull, disa qeveri ofrojnë kredita timore ose subvencionale për bizneset që zbatojnë praktika efikase të energjisë ose përdorin burime të rinovueshme të energjisë. Ulumtimi dhe shfrytëzimi i këtyre nismave mund t'i japë biznesit tuaj të gjelbër një avantazh